Kosova, sot të nderuar deputet, të dashur qytetar, është më demokratike dhe më e sigurt se kur më parë. Institucionet tona sot janë edhe më të besueshme e më të qëndrueshme. Kosova është rreshtuar në anën e paqes, të drejtësisë dhe të aleatëve të saj demokratik. Në 4 vitet e ardhshme do të forcojmë aleancat, do të investojmë 1 miliard euro në mbrojtje, do të rekrutojmë ushtarë të rinj, do të shumëfishojmë numrin e oficerëve, do të funksionalizojmë fabrikën e municionit, do të zhvillojmë industrinë ushtarake të Kosovës. Do të punojmë me çdo qështri në dorën e bashkëpunimit mbi bazën e respektit të ndërsjellët. Normalizimin e marrëdhënieve me fqinjen tonë verior Serbinë do ta ndjekim përmes dialogut konstruktiv e kreativ, Prandaj lus deputetët e Kuvendit të Republikës së Kosovës që me ngritje dore të deklarohen për zgjedhjen e qeverisë së Republikës së Kosovës. Kush është për? Konstatoj se me 66 vota për, 49 vota kundër dhe asnjë abstenim, Kuvendi zgjodhi qeverinë e Republikës së Kosovës. Три министерства. Мішаліша, це його все завершило, я йду.